Një ngjarje ka tronditur zonën turistike në Finkondas, në Mesinin të Greqisë, ku 2 persona janë gjetur të vdekur pranë një kampingu. Ngjarja ka ndodhur gjatë orëve të pasdites së dielës dhe ka vënë në alarm autoritetet greke, të cilët po hetojnë për zbardhjen e plotë të krimeve. Sipas informacioneve të para nga Prototema e Greqisë, një nga viktima është një shtetas grek, pronar i biznesmenit të kampingut, ndërsa tjetri është një punonjës me origjinë shqiptare, i cili punonte për të. Të dy u gjetën të qelluar për vdekje jashtë ambienteve të kampingut, në një zonë të frekuentuar turistike.